Okej, rikthehemi të pjesë të fundit të programit për të folur tashmë për gjërat rreth biokosmetikës. Do të flasim pak për vajin e kanabisit në biokosmetikë. Do të marrim disa këshilla, si duhet ta përdorim, flasim për vajin e kanabisit. Duhet ta citoj këtë gjë, i cili përdoret vetëm në biokosmetikë. Pra është një tjetër lloj vaji, të cilin ne mund ta përdorim për përdorim vetjak, pra për flokët, për lëkurën, për hidratim sa më të mirë, por këto edhe më shumë detaje do të kemi, sa do të flasim me Angela Pangjin, eksperten tonë të biokosmetikës. Mirëmëngjes sërish. Që na erdhe sërish në studio. Shumë vibe country girl, sot duke shumë bukur. Doja t'jepja të hippie, ndjesinë. Po. E ka shumë bukur. Duke qenë që kanabis është identifikohen, ose ata identifikohen me kanabisin. Por si do të qoftë tu është për përdorim tjetër. Po, vaji i kanabisit, cilat janë përfitimet e saj pra në biokosmetikë? Vaji i kanabisit ka një përdorim shumë të gjerë, përfshirë edhe pjesën e kozmetikës, por duke qenë që është një bimë e cila ka një rregullim ligjor shumë të madh, sidomos edhe në vendin tonë, por në vendet ku prodhohet nuk përdoret më termi kanabisit, por përdoret termi hemp ose kërpi, siç i themi ne. Është e njëjta gjë, kanabis dhe kërpi është e njëjta gjë, por përdoret thjesht si një term komercial kërp në mënyrë vaj i kërpit, ose masivisht ne këtu e njohim për shembull kërpi ose edhe farat e kërpit, për shembull që gjenden masivisht nëpër dyqanet, që mos krijohet suplemente. Keq interpretimi, Që mos krijohet keq interpretim, por edhe për të bërë dallimin. Kërpi vet është kanabis, por që ka një sasi të ulët të një kanaboidi, i cili është përbërës aktiv tek kanabisi, që quhet tetrahidrokanaboid, ose THC, nëse e keni parë si term. THC është një ndër elementet kryesor që përbën këtë lloj bime. Kur është në një sasi më të madhe se 0,3% në këtë bimë, atëherë quhet marijuana. Nëse është poshtë 0,3%, atëherë kjo e bën këtë gjë që t'jetë e lishme, t'jetë e përdorshme për një gamë shumë të gjerë përdorimesh, dhe në një rast të tillë nuk përdoret më termi kanabis për të mos krijuar konfuzion nëse është diçka e lishme apo jo, por përdoret termi hemp, nëse e keni parë termi hemp ose kërpi, siç i themi ne. Dhe kemi farat e kërpit, kemi vajin e kërpit, vajin e farave të kërpit, të cilat ne i përdorim si në kozmetik, por ashtu edhe për konsum të brendshëm. Përdoret në sallata, përdoret edhe për produkte të ndryshme kozmetike. Interesante, si bëhen këto produktet? Pra, duhet patjetër t'i marrim në një format të tillë që t'jenë kremoze apo vajore, apo mund t'i përpunojmë dhe vetë, nuk e di nëse mund të gjejmë. Jo, vetë nuk mund ta bëjmë. Vetë nuk mund ta bëjmë, sepse i bie që ne do të kemi një përcaktim të tillë ligjor ku ne lejojmë që të kultivojmë. Pra, duhet kesh licencë për këtë gjë. Duhet kesh licencë. Në vendet ku prodhohet vaji i kërpit kanë licencë, dhe ai fermer i cili kultivon këtë masë të kërpit duhet ta arrihet që të gjurmohet deri në produktin, domethënë nga produkti final ti mund të gjurmosh kush e ka prodhuar këtë bimë, këtë rrënjë të bimës, për shembull kush e ka prodhuar, dhe ti e gjen aty, sepse është pjesë e etiketimit ku ti e gjen atë që thon batch number, e gjen se kush e ka prodhuar atë. Dhe normalisht është një person që ka rregullim ligjor, ka kontrolle të vazhdueshme dhe ka licencë për prodhimin e kërpit, sepse për të dalluar nëse është kërp apo marijuana, atëherë duhet një analizë laboratorike dhe përpasoj është diçka e rregulluar dhe nuk bëhet në vendin tonë. E kontrolluar, e certifikuar dhe nuk realizohet në vendin tonë ende. Angela, sa efektiv është pra lutimi në përditshmërinë tonë për të përdorur në biokozmetik? Pra sa na ndihmon vaji i kërpit? Ka një përdorim të gjerë, përfshi këtu edhe për shkak të reputacionit, jo vetëm për shkak të efektit ose elementeve funksionale në biokozmetik, por edhe për shkak shumë njerëz duan të asociojnë atë, ngjajnë cool për shkak sepse përdor një krem, një vaj, një produkt i cili ka të gjethen aty te pjesa. Po, është komerciale thuat. Ka shumë njerëz që asociojnë me këtë lloj merchandise. Si diçka, okay. Pikërisht për të bërë një blurt asaj linjës
të reputacionit keq me reputacionin e mirë ose me efektet e mira ose për pasur një qasje agnostike rreth kësaj bime. Atëherë përdoret shumë, sidomos në produktet e flokëve, përdoret shumë si vaj mjekre për meshkujt për shembull. Është zbutës, është shumë i mirë për lëkurat të cilat janë të ndryshme ose akneike sepse ka një shkallë komedogjene zero, që do thotë nuk e bllokon, nuk je blokazh lëkurës dhe përpasoj të bëhet problem për krijimin e pikave të zeza, përpasoj të akneve inaktive, përpasoj të akneve të cilat shpërthejnë. Për lëkurën është shumë i mirë për pjesën e balancimit të yndyrës, por jo vetëm aq, duke qenë që është shumë i pasur në omega 3, në omega 6, mund të përdoret edhe lëkurat të cilat janë normale. Ndihmon në barrierën, mbrojtjen e barrierës së lëkurës dhe mos tepërtimin e elementeve patogjen në lëkurë. Është shumë ushqyes, ka shumë elemente ushqyese dhe përmban edhe atë aromën tipike përpasoj e përmbajtjes së një përbërësi po tjetër aktiv që janë terpenet, të cilët janë përgjegjëse për ato aromën tipike që ka vaj i kanabisit, edhe shumë njerëz e marrin edhe për këtë arsye. E gjejmë në deodorante, e gjejmë në vaj flokësh, është shumë i mirë për ekzema, është shumë i mirë për psoriazis. Jo, deodorante domethënë? Po e përdoret edhe në deodorante sepse ka element anti-inflamator. Edhe duke pasur këto veti anti-inflamatore redukton skuqet aty ku ne mund të kemi elemente ose mund të kemi irritim. Për aknet, ka ndonjë lloj mrekulli bërje nëse përdorim vajin e kanabisit? Përdoret shumë në formulat e kremrave kundra akneve, sepse thash ka lëkurat të cilat kanë akne, kanë një problematik që është ajo e blokazhit. Dhe kur lëkura bllokohet, krijohen ato pikat e zeza, zgjerohen poret, dhe në këtë drejtim ky vaj i kërpit kur përdoret në kozmetik ndihmon që të krijohet një lirshmëri, një komunikim i jashtëm i lëkurës me ajrin, të marrë ajër më saktë, zhbllokon edhe nuk krijon blokazh për vazhdën e akneve të tjera, për të vazhduar më tepër. Po për flokët, Angela, sa ndihmon që mbas edhe në rënje të flokëve në zjarr? Ndihmon në rënje, ndihmon tek pjesa e ushqimit, por tek skalpi, tek pjesa e irritimit. Për shembull, ka skalpe të cilat janë shumë të irrituara për shkak të përdorimit për shembull të tharseve ose elementeve të ndryshme kimike aty, dhe aty ku ka inflamacion ndihmon në uljen e inflamacionit. Për shembull, vaj apo shampoje? Ka shampo që e kanë në përmbajtje, por kur është në formë vaj është më i përqendruar edhe ka një efekt më direkt, është direkt vaj vetë që bën atë lloj. Duhet ta përdorim, pra duhet ta mbajmë me orë, gjysore, pastaj ta shplajmë flokun, këto procese. Nëse ne do ta inkorporonim në një mask, atëherë në mënyrë absolute që duhet lënë minimalisht një çerekore, gjysmore, pse jo dhe tër natën, sepse ai vazhdon që të bëjë atë efektin e vet. Për shembull, kur bëjmë një mask që është shumë hidratuese, shumë e thellë, atëherë e përdorim edhe me elemente të tjera, jo vetëm vajin e kërpit vet, por duke përdorur dhe elemente të tjera në varësi të tipit të lëkurës së skalpit po ashtu. Por nëse duam që të ulim inflamacionin, nëse lëkura ka ekzema, ka psoriazis për shembull, vaji i kërpit është shumë mirë që të përdoret vetëm. Unë vetë personalisht, lokalisht, unë vetë jam shumë fan se kur ty të pëlqen një produkti caktuar, një elementi caktuar që ta përdorësh vetëm, atë në mënyrë që ai të japi potencialin e vet më të mirë. Pastaj mund të ketë kombinime të pafundme se si ne mund t'i përdorim. Pastaj edhe me përfshi këtu edhe vajrat esencial, të cilat mund kombinohet dhe japi një vlerë shtesë. Për shembull, një maske të caktuar, një trajtim të caktuar ose edhe vetë shampos. Tash ka shampo të cilat e kanë në përmbajtje këtë lloj vaji. Po shikoja që edhe për alopeci ka një trajtim goxha të gjerë, një përdorim të gjerë. Përdoret për alopecia, përdoret si relaksant, përdoret qetësi qetësues. Pra, kur themi që trajton alopecin, rikthen sërish gjendjen e mëparshme të flokut në pjesën ku ka rënë, e kthen gjendjen normale? Kjo do t'japi pak kohë, edhe mund të jetë e kombinuar dhe me elementë të tjerë, jo vetëm. Kjo, domethënë, nuk i qëndron, nuk e merr komplet tërë peshën e përgjegjësisë përdorimi vetëm i vajit, sepse sigurisht tek trajtimet e flokëve duhen identifikuar shkaqet e brendshme para se ne të adresojmë ato të jashtme. Dhe është nga personi në person është një zgjidhje e ndryshme, por është ndihmues edhe përfshihet gjithnjë e më shumë, jo vetëm në kërkimet shkencore, por në përdorimet e përditshme të përkujdesit vetjak. Nga informacionet shkencore, po lexoja që arrin përdorim deri në trajtimin e kancerit të lëkurës. Ka hulumtime shkencore, ka vendet ndryshme të cilat e kanë pjesë të integruar të protokollit të tyre kurativ.
për tipologji të ndryshme, përfshi edhe të kancerit, e përdorin si parandalues, sigurisht në bikëqyrjen e mjekut, sepse thash nëse është atëherë quhet vaj kanabis, nëse ka atë kanaboidin THC, i cili për shkak të atij kanaboidi është i palishëm, sepse është një kanaboid i cili ndikon në gjendjen shpirtërore dhe ka elemente psikotrope. Do me thënë, ndikon në ndryshon gjendjen shpirtërore. Mbi 0.3%. Nëse është në vlerën mbi 0.3%, atëherë është i palishëm. Momenti që është nën të, atëherë, duke pasur parasysh dhe varietetet e bimës, kemi kanabis sativa, kemi kanabis indica, ka përdorime të ndryshme. Për shembull, ka suplemente të cilat, ose CBD për shembull, nëse keni dëgjuar vajin CBD, është edhe ky vaj kërpi, por është i pasur në kanaboidin CBD. Ky përdoret, gjendet edhe këtu tek ne. CBD përdoret shumë pastaj si qetësues, si relaksant, përdoret kundra stresit, kundra ankthit, për gjumin, për personat që vuajnë nga insomnia, për pagjumësinë. Mos është ajo që i kanë pasur në natona fëmijëve. Ai ka qenë i parë për punuar. Ka qenë i parë për punuar. Jo, po flas për këtë një lloj kanabis. Mundet ketë qenë ky, mundet ketë qenë të, sepse ne nuk mund ta identifikojmë sot në kohë atë, por mundet ketë qenë një bimë shumë e pasur në CBD dhe ka pas nivel shumë të ulët të THC-s, që do thotë nuk ka ndryshuar gjendjen shpirtërore të konsumatorit, por ka ndihmuar në relaksim edhe te pjesa e gjumit. Angela, sa informacion kemi ne për vajin e kanabisit dhe sa e përdorim ne në Shqipëri? Pra, është i përhapur? Është si thua një lloj sekreti publik. Është i përhapur, patjetër që është i përhapur, sigurisht që ekzistojnë klishe, ekzistojnë paragjykime në mënyrë absolute, sidomos njerëzit që e paragjykojnë pa pasur informacionin e duhur, edhe domethënë nuk është se kanë marrë informacion dhe kanë arritur në një lloj paragjykimi, por paragjykohet sepse paragjykon tjetër, paragjykohet se paragjykohet nga propaganda. Sigurisht që do përgjegjësi edhe në vendet ku është e lishme, ku ka rregullim ligjor, ekziston një ndërgjegjësim shumë i madh në moshë. Për shembull, në Holland, një person i rritur që shikon një fëmijë të vogël është i detyruar që t'i japë informacion në mënyrë që të jetë i ndërgjegjshëm për atë veprim që bën, ose çfarë efektet anësore që mund të ketë kjo lloj bime. Tek ne, sigurisht përdoret më shumë për elemente rekreacionale, sepse dihet që si bimë dikon edhe tek pjesa e rritjes së kreativitetit, nëse është sativa, nëse është indika, nëse është indika është më shumë relaksuese, nëse është sativa dikon më shumë te pjesa e fokusit, nëse kemi një talent të caktuar edhe rrit fokusin aty. Por gjithsesi ngel thash sekret publik. Tek produktet biokozmetike që ne përdorim, për shembull këto kremra, vajrat, për flokët apo për fytyrën, ka gjasa që të ketë efekte anësore në momentin e përdorjes, pra iritime? Nuk ka të regjistruar efekte anësore të personave të cilat kanë shfaqur alergji apo irritim. Domethënë konsiderohen ndër vajrat më të sigurt, konsiderohen ndër vajrat më të mirë, tonifikon poret, i mbyll gjerësinë e poreve duke pasur këtë efekt tonifikues. Domethënë ka jashtëzakonisht shumë të mira, është shumë ushqyes, ka nivel shumë të lartë proteinik, të omegave që thamë. Domethënë ka jashtëzakonisht shumë benefite. Mund të gjendet ky vaj, mund të përgatitet vetë apo ku diun? Vjen zakonisht këtu tek ne, vjen nga Holanda, vjen nga Kanadaja, duke qenë që janë të gatshme. Në farmaci ose në dyqanet të cilat kanë suplemente ushqimore, gjejmë thash në formën e vajit CBD, ose edhe si përbërës në produkte të ndryshme kozmetike, si edhe farat e kërpit që ne i përdorim në sallat masivisht, ose edhe për ushqim, më duket mos gaboj, për zogjt. Zogjt ushqehen shumë. Ata që mbajnë zogjt në shtëpi, kanë fjalën. A janë domosdoshmërisht më të shtrenjta produktet që kanë përbërje kanabisi? Në këtë moment jo, ndoshta fillimisht, sepse thash shoqëruheshin shumë me atë efektin hype të gjethes aty, ose ideja që u shiko unë po marr një produkt që ka kanabis në përmbajtje, por që ai aty është diçka e rregulluar, diçka e lishme, diçka që është përshtatur për produktin kozmetik, në vlerat që ne duam të marrim. Në varësi, nëse është produkt për lëkurën e për fytyrën, nëse është për flokën, nëse është për trupin, ose vaj mjekre, për shumë në rastin e meshkujve, që përdorin për pjesën e mjekrës. Nëse përdor këto kremra, ka gjasa të mbash aromë kanabisi? Për shumë, nëse po kalon në kufi, edhe je lyer me këtë kremin, ka gjasa të ndalojë policia? Jo, absolutisht jo.
Absolutisht. Mund të ndihet aroma, mund ndihet, po thash ndihet edhe tek vaji i sallatës. Tek vaji i sallatës, për shembull, por nuk janë ato terpenet ato që bëjnë atë që bëjnë një qenë për shembull të policisë që ta nuhas atë, është THC-ja, është ai elementi jesh. Nuk është aroma, se sa nuk ka të bëjë me aromën, se sa ka të bëjë me atë elementin kanaboid, i cili nuk lejohet në një sasi të caktuar, që tam 0.3%. Por ashtu si kur, domethënë si kanabisi, kur është marijuana apo kërp, njësoj ndihet aroma, sepse tham elementi i aromës nuk ka ndonjë efekt në gjendje shpirtërore dhe nuk konsiderohet psikotrop ose ndryshues i gjendjes tonë psikologjike. Okej, shumë interesante na dhe shumë informacion. Edhe lajmi më i mirë ishte që para nuk na ndalon policia. E dyta nuk pas kanë parfume. Ka parfume, nuk po them emrin, është një rast i një italiani holandez, italo-holandez, i cili ka kaluar 6 vite në Afganistan, sigurisht atje do lejohesh ose dim reputacionin e Afganistanit rreth kësaj bime, dhe jo vetëm, dhe ka arritur që të krijojë një parfum pas 6 vitesh, i cili përmban këtë arome dhe të jetë i lishëm. Sigurisht ta përdori në mënyrë të tillë që të jetë i lishëm. Të ndikon tru? Jo. Pra, të jetë efekti. Shiko, neve kur e ndjejmë aromën, nëse e ndjen diku në rrugë, kur dikush e tymos apo sigurisht që ekziston një lloj ndjesie rreth asaj, sepse e lidhur kjo tham edhe me paragjykimin që ekziston. Ka që e pëlqen, ka që nuk e pëlqen. Mua personalisht më pëlqen. Edhe thash ndihet dhe tek vaji i sallatës, vaji i kërpit, e njëjta aromë. Po aromat e çuditshme që ndjejmë në një herë kështu dashi pa dashi rrugës, do të thotë që dikush e ka parfum? Jo, dikush po e pi. Mos ngadarroni. Jo, kam fjalën, a është njëjta aromë sepse është e njëjta aromë. Angela tha që ka dhe parfum. Ka dhe parfum. Mos ngadarroni kanabisin e djegur nga bima aroma që ka kanabisive. Po kuptohet që është mos i thaj. Ajo mund të ngjosh vërdall nëpër cepa lagjes mbasi diku. Është kanabis i djegur. Nuk është se kam rastisur ta shoh bimën nga afër dhe ta nuhas. Kam dëgjuar thjesht aromën e djegur, edhe shumë ka thënë që nuk ka ndonjë aromë specifike bima vetë si gjethen, nuk e di tani. Ka një lloj aure si bim, unë këtë gjë vetë e kam përjetuar në Holland, ka një lloj aure si bim, sigurisht që ndjehet, por jo njësoj nëse për shembull e shtyp kur fillojnë të çlirohen elementet e saj esenciale, ndjehet aroma në varësi edhe të varietetit, sigurisht, por edhe kur tymoset pastaj ndjehet bashkarisht, është diçka e alteruar, por ndjehet gjithsesi, ndjehet janë këto terpenet të cilat fillojnë e përhapen në ambient. Edhe për parfum e kam fjalën sepse nuk besoj se do kishte ai shumë njerëz të cilët do kishin arritur ta gjenin që ekziston ky parfum, sepse është i rrallë. Kështu që nuk mendoj që është kjo, përdoret në mënyra nga më të ndryshme dhe nuk dua që të harroj këtu të përmend historikisht përdorimin, para se të kishim jo vetëm paragjykimin. Historikisht, kur njerëzit nuk kanë pasur këtë lloj ideje që ne kemi sot rreth bimës, është përdorur si fibër, është përdoret si tekstil në Holland, ka dyqane të cilat kanë veshje të bëra vetëm nga kërpi, përdoret si rrip, përdoret si energji, tham përveç pjesës së hulumtimeve në mjekësi e kozmetike. Thash veshjet janë një ndër elementet kryesorë të përdorimit të saj dhe si letër, për shembull këtu më duket në kohën e komunizmit ka pasur letra të cilat janë bërë nga presimi i kërpit. Konsiderohet një bimë e cila është shumë e qëndrueshme për ekonominë, e cila do që të zëvendësoj betonin i bërë nga zhavori, nga gryerja e lumejve. Duke presuar kërpin krijohet një lloj betoni i qëndrueshëm. Mund ta kërkoni këtë gjë, ka ndërtime në Holland të cilat konsiderohen shumë të qëndrueshme, sepse si bimë me kanabis të ndërtuar në muret me kanabis. Është shumë i qëndrueshëm sepse del edhe me një kosto shumë të lirë, duke qenë që është një bimë që rritet 3-4 herë brenda vitit edhe ka një lartësi shumë të madhe 3-4 metra. Kjo bën që ti ta përdorësh, ta presosh, ta përpunosh atë në mënyrë të tillë pa pas nevojë që të gryesh lumet. Prandaj holandezët i
interesojnë shumë kauzës ambientaliste në lidhje me përdorimin e kësaj bime, jo vetëm. Që nga vërtet që pas kemi parajgjikuar si bimë. Jo, e fund, kam përshtypjen që edhe tek purvje punat e parfum, baza mund t'jetë ajo, pasi mund të ketë zburime Ka izolate, në mënyrë absolute tek parfumet ka izolate. Aty është izolati vjen nga bima vet, izolati, por tham nuk ka asnjë lloj elementi psikoaktiv i cili do të ndryshonte qëndron thjesht asociime i saj. Fantastike, vazhdojmë bisedën pas si ta mbyllim, sepse pas kemi shumë pyetje, je shumë e mirë. Nëse kemi ardhur në fund edhe ne ikim reklama, mos harroni pas pak është kuzhina e ditës nga Mira, janë sy bukur, po super recetat e saj. Dhe bashkë do të shihemi nesër në 7:00. Ciao, ciao. Në fund.